Njeni bën dasmën. Kafet madhe është një lloj pikë referimi e Shkodrës. Po nalt kishte hotelin. Kishin ardhur kosovarët. Me urdhën ishin shu hotelit për ta. Ai bante dasmën poshtë, në 300 vetë. Në atë kohë ju vjen lajmi si nalt atje, një nans, i vjen lajmi se i kanë vërat 3 djelmë. Në qekes, i pron lajmin e vdekjes. Dhe këta të rënditin. Dhe jati i vajs, i thotë vajs, mas ja prishim asaj nanë. Ti nesër shkon të burri, nesër ke dasmën të burri, thotë. Ta bajmë pakan, ju drejtohet miqve, këtyne shuë, 300 vetë, aty, kam kene dhonë aty, nërta. Thotë, o miqë, më bani halal, nalt një nane, Kosovari i kanë vërat 3 djelmë. Ne këte kemi dasëm. A vret keq, me knona, atje ka gjamë. Pra nej, s'pa knojmë. Ju orkestra, rrini, hani e pini, do t'ju paguj hakun. Ne s'po bajmë. Na pa, tanë, dakor. Hotë kjo, lokali ka një derë të vogël atje që komunikon të më hotelin. Mas janë gjysorit, kur po hapet e dera. Edhe hynë një gru si sonambël, me degërmin të barë. Hynë në salën, shikon, i drejtohet pi babës vajsë atë. Jo bre, jo, nuk banë kështu. Ose ja bani i qefin shkeu. A i dënë që të maskena në dasma. A i dënë që të maskena në kangë. Jo bre, kënoni, nuk banë kështu. Kënoni mare, i thot orkestrës. Ishte dhe Jolca Luka dhe vajtë Luka. Kënoma i qikë, i thot. Në kishim mitë. Bjere majmohat, merë mikrofonin. Si e keni, thot jatë kangën, edhe afrot. Sa bukur na ka dal nosja. Kja kapi e këtoj. E këtoj sa bukur nga ka dal nosja. Shkaj e përqafoj nosën, edhe unë isme dalë. Nuk kishtë arrit derën atje në qoshe, kur kjo Jolca Luka, e mërej kangën edhe, mëjat kangën. Mos më prektim, shkja dërinicën, se kam gjalla, zim ka 300 vetë në të këmohat kangë. Aja u nalë, u këthy, rallë gjojë, nga përshneti, më dhe iku.